Më shumë në Prishtinë, sepse jam fokusuar këtu, se po krijon edhe një performancë tani që kemi bërë, që e kaluat pak më herët, edhe do krijojmë një shfaqje, do bëjmë një shfaqje cila do flasi për gruan edhe për kancerin e gjirit, bashkë nëpërmjet 8 pikturave që kemi zgjedhur, do ngjallën nëpërmjet 8 aktoreve shumë të famshme që janë në Kosovë dhe në Shqipëri. Edhe shfaqja e parë që do bëhet këtu në Prishtinë, që të flasim pak më tepër për gruan. Edhe kjo ka qenë edhe që po më merr më tepër kohë të përgatisim. Ndërkohë jam futur tani edhe në një film, jemi në aktrim aty. Edhe janë dhe xhirimet, edhe pjesa për të mësuar skenarin dhe gjitha, edhe kjo shumë bukur, po më pëlqen vetja shumë. Normal, okay, e kam studiuar, po ndryshe tani ta bësh realitet. Tepër shumë bukur. Jam shumë e kënaqur me kaq sa kemi bërë, jam tepër shumë e kënaqur. Xhirimet, produksionin në Kosovë? Në Kosovë, në Shqipëri, në Gjermani, në Kroaci, në Itali, në vende të ndryshme.